Partia Demokratike ka kërkuar KQZ-s të marrë masë administrative ndaj kryeministrit Rama për gjuhën e tij seksiste dhe denigruese që ka përdorur në takimet e fundit elektorale. Në shkresën zyrtare të depozituar nga përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike në KQZ Francinuri theksohet se deklaratat e Ramës, ku kërkon fëmijëve ta shohin nudo në internet, përbëjnë shkelje minimale të mirësjelljes dhe përgjegjësisë publike, që prek kufijtë e shkeljeve ligjore dhe penale, po kështu Partia Demokratike i konsideron të papranueshme për çmimin që Edi Rama ka bërë personave të spektrit autik, si edhe fyrjet e sharjet banale ndaj qytetarëve. Ky akt është një alarm serioz për institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare që të ndërgjegjësohen për degradimin e standardeve morale dhe institucionale në sferën politike shqiptare. U bëjmë thirrje të gjitha institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve dhe të drejtave të njeriut që të veprojnë pa vonesë në mbrojtje të fëmijëve, familjeve dhe vetë shoqërisë shqiptare. Kërkojmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisjen e menjëhershme të hetimeve administrative për rastet dhe episodet në fjalë si dhe marrjen e masave ligjore ndaj kryeministrit Edi Rama. Gjithashtu kërkojmë heqjen e të gjitha materialeve të shkruara, audio, video me përmbajtje problematike nga radio, televizionet, faqet e internetit apo rrjetet sociale. Në kërkesën e saj, Partia Demokratike evidenton edhe heshtjen institucionale ndaj këtyre episodeve, që sipas PD-s i bën ato bashkëpërgjegjëse. Kjo shkresë i është dërguar për djenie edhe misionit të OSBE Odir si dhe institucioneve të tjera, përfshirë edhe organizatat për mbrojtjen e fëmijëve.